Muralet janë një formë e artit publik që mund të ndikojë thellësisht në pamjen e një qyteti dhe janë një mënyrë e përsosur për të shtuar ngjyrë e kulturë në ambientet e ndërtesave dhe rrugëve. Ato ndihmojnë në rikrijimin e pamjes së një zone që më parë mund të konsiderohej si e papar ose e braktisur. E pikrisht këtë fokus ka pasur organizata Futja Ngjyrë në Mitrovic. Themeluesi i kësaj organizate, Bardel Dobroshi, tregon për fillimet e kësaj organizate dhe aktivitetet e saj të shumta që kanë sjellë ndryshim në hapësirat publike të Mitrovicës, duke kthyer artin në një pjesë të përditshmërisë së qytetit. Komplet organizata si organizat kanë njësë që s'na u kanë ajtë dhe kena po Mitrovicën si një vend zëmt. Nësë kohë u konë edhe barikadat e ura, temë, zekja, me të sëri në dole media, në dole që në gjujt me dveriut me gurë, edhe komplet ideja u konë në kafesh me të regu drejt. Edhe nuk na urreke, na u doki komplet ka urdil shumes, na u doki veni pa ngjyra, edhe kena thonë, okej, edhe në qëka, ja fusim në ngjyrë, edhe prej asajna dhe janë si kjo emri, okej, Futja Ngjyrë, okej, ja fusim ngjyrë dhe na dal, ja kemi fut mas për ngjyrë, u konë të xhamia Isa Bek, ta shqyqyrë më nuk është e murë. U përdor për para si vetësi publike edhe ka pas shumë postera të politikanave, se u konë edhe kohë zgjedhore, mas fushatës zgjedhore, për të ndash mesin posterat. Qëllimi jonë u konë në dynqysh, na u bëm bajat më qëtu ftyra të i ponën stëp, qysh kena mi hje kare që të postera edhe me bo disqa ta mund ndash i përshtatët mas ishë edhe dhe xhamia, që përshtatët edhe me xhamin nuk i dalëm në esen kontër edhe xhamisë dhe besimtarëve që në aty, edhe që më dogë vend e mirë. Edhe aty i bonëm disa, i keni mi kry disa morale, nuk jemi konë organizat, jemi konë vetëm grup jo formal. Komplet aktivitetet në paton botu shku në për bizneset të lyp të holla, edhe ose të holla ose ndin. Për shembull, ne kompanisja po të mqit lokën se na patjep kolicë, na ka huazu kolicën. Edhe kemi bajt sërët, e kemi kry punimin, ne kemi pastru, edhe presojna e pam që një me për ju pëlqena njerëzve, edhe për ju pëlqena dhe shtetarëve edhe që jena të bosë. Në fillim ja kena njësë, okej, që bot, mirë të bot, edhe në ke qaja pak si shtynje që, hej, apo venim i bo dhe shto, tash njëtën konë, na nuk kena konë milionera, nuk është asnjë që kena pas pare, po jena munu është kurse ngjyra, shko te biznesit kërkon ngjyrë, edhe del krija, del bën diçka sa jena konë të najtë. Sa ka qenë të përkraja për vetë artistë të tjerë, ndoshta që t'ju bashkohen këtij grupi dhe të tregojnë edhe vetë kreativitetin e tyre në këto morale? Artistë të tjerë kanë fillu më ardhë ndërkohë, që ke komplet fillim dhe më thonë para 10 vjetëve. Mas një kohë, kër fillum në me punu, kemi fillu komplet lokal. Normal, do postime në Facebook, i kena pas, atër vetëm Facebook u konin. Po prej kësajna i fillum me projekte. Gjatë kohës që janë nisëm me pas pak ma shumë të ardhëna, u bom organizat, janë nisëm me strukturu dhe me pas të amon në qëllim. Atër janë nisëm me open calls, janë nisëm me thirë ma shumë artista tjerë, dhe me thonë vetëm me bo thirje të hapra. Në thirje të hapra atë e kena pas që një me po ka interesim, ku për një thirje më bëshim 50 deri 100 aplikime, për një moral me bo. Pra sa në thëmë, okej, komplet u nalëm, e këshyram punën që në ato e bo, edhe qysh mundëm me inkuadru sa ma shumë njerë, sa ma shumë tri, që të ke fundit më ardhë dhe me kalu për mes futjas. Çka mundoheni ndoshta të paraqitni më shumëti në këto morale? Drejtë me të regun morale nuk është ashtë që i këshyrëm edhe shumë pjesën që në ato bo. I kena dosena që zbon kërqysh me bo, po në morale mundohemi along ka herë edhe artistave, po tash kjo varet të tema, artistët do të më përshtatë për shembull për një temë që është të festivali. Gjatë kohës Covid-it 2021 ne kemi pas Hope to the End, se mod na mshelen mrena s'ke shumë ka medalje dhe vetëm jo kena jep ato thonjen Hope to the End, shpresoj deri në fund, edhe prej asaj ne ndol disa morale të bukura, gjysa ajo në fshisë jam konë bashkë të urajibret, po njëna ka met që është minatori, edhe që ato e kena pasur edhe si simbol të shpresës që grahi po në fund dyshim kemi dal 5 gafellës dhe kemi pa edhe dritën. Tash do me thonë këtë më varet prej projektit, më varet prej temës që kemi qëtë vetë. Vitin e kalume kemi pas temën për ambient. Më të regu drejtë edhe kërë me hiu në hapsire kemi gjithë pak të ndotër venin, po jo vetëm hapsire mrena po dhe jashtë. Na fshi njës gjy bërlog. E kena pas shumë atë idenë që, oke, po nalim bre pak më gjyna bërlog, se në qatë kohë janë nesën me ndodhe dhe këto vërshimet, edhe për vërshimeve po sa bërlogu i shkon në përlumej, sa bërlogu i shkon në tonon, tash pi kuptoj edhe ka plot që dalim në mënyrë vullnetare me largu bërlogon, po ndoshta edhe me loni një mesazh edhe që sa dush e ke bërlogon kur njëjtën kohë po shkon pi xhum prap. Që u konë që ke ideja që vetëm me ja kujtu që o mos zhuj pra bërlog, ka që është veni, zhuj në vend.
Përpara se të flasim edhe për këtë pjesën e festivalit që organizoni në mënyrë shumë interesante, në mënyrë shumë të veçantë, e kam pa që nëpërmjet postimeve të juaja shpesh ndoshta keni bashkëpunime edhe me shkolla dhe është një motiv edhe për gjeneratat e reja, ata nxënës, ata fëmijë të cilët duan artin dhe e provojnë edhe ata vetë mja futi një ngjyrë në atë se çka ju ndoshta e planifikoni. Në për shkolla kur shkojna për me bo murale, zakonisht nuk kemi asnjë projekt në shkolla. Nuk kemi punu me fëmijë, po komplet ja ka nisë në mënyrë të rastishme me punu me shkolla. Zakonisht na shkruan në shkollës në qerë dhe heje kemi një mur, është ka do këtë mur i keq e shqiptarët më rangjeros. Tash më tregu drejt me shkuan aty dhe me bo në vizateme me ushit fëmijëve, kjo është vizërimi artistit, do të bëj moral, shqetësa nuk e bojna. E jo në është me shku me ka fëmijën për dore dhe ata më na bërtit neve, na ka herë me u bërtit edhe fëmijëve, me zhurë, më zhlyt gjithë së bashku për me anis me punu. Që herën tjetër, mos me pas më nevoj bardhylli me shku Albiona, me shku Fotian Xhyrë me në shkollë, po herën tjetër vetëm sta fëmija shkollës, që ta me marrë vetë iniciativën, bashkë normal me drejtorën dhe marsimtarën e artit, që me bo punime. Po, në për shkolla kur shkojna nuk është projekt, në për shkolla është vetëm kur na thirrën në shkollë dhe me tregu drejt kur kena kryer një projekt, na kanë vetë ngjyra me shtë ngjyra më ashtu më kërpit që më shku në për shkolla. Përse vjet ndoshta kena me këshyr me bo pak ma gjon, me shku me ma shumë shkolla, po të shohim. Zakonisht edhe puna shkollovash që më shku në për fshatra. Se në shkollat qytetit vetëm na jena të operu në qytetit, kena bo morale, në për fshatra po kena qef edhe na me vizitu pjesë tjera për pos qytetit, se na mësumën qytet të bo, edhe me tregu drejti na ka knaqe ma shumë, nëse dhe mos këpishom lopën për të thënë, që lopa. Jepni shumë rëndësi, një pjesë të veçantë objekteve ndoshta që nuk duken bukur për syren, nuk duken mirë edhe për vetë qytetin, objekteve të braktisura dhe mundoni që përmes ngjyrave të marrin një pamje tjetër. Me tregu drejt pjesa e veneve të braktisura ka fillu mas shumë të është ma letë me marrë leja. Tash nëse objekti është i lënë mas dorësh, është ma letë me marrë lejen për shto se sa për një objekt ri. Po dhe njëjtën kohë kur është objekti i ri, pastë dhe krejt, ti mundesh me hije shumë në vizatim të vogël, po nuk është që kemi bërë ndryshimin e madh. Edhe për çta, një është më kryesorja, po ju tregoj drejt, është pjesa e lejeve, se mirët shumë ma letë leja kur është objekti të urzu, se prap ka më renovu, ka më ndrejt, ti mundesh me dalë në artin tënë, edhe te pjesa tjetër është kur është objekti i ri, aty na do të me pas kujdesin më të madh dhe me këshir projektin edhe për çfarë, mëse në objekt të ri, është shansa që ka me met morale më shumë. Tash do të thonë na që mundohem me këshir tek vonë kemi filluar me këshir shto se më tregu drejt, është edhe kozgjatja e moralit dhe sa ka me met çaj moral në vend. Për neve u kon 2 vjet e pranueshme, mas 2 vjetëve mu fshich ato dhe mu rikriju, po e kemi vrejt që po kalojnë vjetë edhe ka herën do punime asë nuk mujna me kry. Për shembull prej 2018-ës jam ka du me vazhdu prap projektin të liçeni akumulus dhe mu fshi moralet e vjetra që në konë si i ka prish dielli normal dhe përpos që i ka prish dielli në shkalla vit pak. Po prej 2018-ës po thëmë si vjetë kena me dalë, po gjithmonë po dalë një hapësirë tjetër që po do të më shku. Tash do me thonë që kjo është leja edhe të qëllimi pëse po do në në drejzvenin. E kemi edhe festivalin. Festivali është njëna për bebeve të mija, që e du mas shumë të, është Nomad Festivali, Nomad ja kemi gjitë emnin se e ndrojna vendit non stop. Tash vitin e pari jemi shku në Bajgora të Rahla, nuk jënë konë turbinat e erës, e jo konë pilot projektit 2017. 2018 patëm fat edhe na përkraja dhe ambasadë amerikane, aty jemi shku në Vllahi. Prej Vllahis kemi shku, dhe më thonë, vetëm kemi ndru vene dhe lokacione. Gjatë festivalit mbahet gjatë verës, dhe shpresojmë që dhe tash kemi mbahet gjatë verës, dhe i kisha lutë kishë shikus me na bo follow në Facebook edhe në Instagram, se aty qesim komplet thirrje të hapura, ku ata mujnë marrë në bo pjesë. Tash në festival është shumë e thjeshtë. Në festival bojmë një kamp, vero, ku shkojna njënën për këtyne fshatnëve, edhe aty kanë mu taku tash artistat me zvetit, komuniteteve ndryshme, njerëz ndryshëm, edhe jo vetëm mu taku qabëm, po kanë me punu bashkë, kanë me marrë dru bashkë, kanë me marrë uj bashkë, kanë me zi, me gatu bashkë, që ashtu dhe krijon ma mirë lidhet edhe mujnë me ardhë dhe maljet idejat. Masë sa në janë workshopet, mas workshopeve, direkt jena aty i bo moralet. Po, njëtën kohë që në aty bo moralet, gjithmonë e kena edhe pjesën e muzikës, ku kena artista lokal, bende lokale, që kanë me vartë, kanë me performu dhe kanë me vazhdu. Po, që është që mundu mi bo atmosferën. Nuk është festival wow, që me thonë 40.000 njerëz i jenë aty e marë vetë për me bo muzikë. Është festival i moraleve, njëtën kohë muzikën e kena si ekstra dhe me tregu drejt ma shumë që në këna qneve, që është ashtu për publikun e gjera dhe hapër.
Artistët e organizatës Futja Ngjyrë në këtë formë po dëshmojnë se arti mund të rikthejë jetë në hapësirat e harruara dhe të krijojë lidhje të re mes qytetit dhe qytetarëve të Mitrovicës.